Morali I lartë I profetit Muhammed a.s. Secili prej nesh duhet të kuptojë dhe të di se I dërguari I Allahut a.s. ishte dhe do t'jetë shembulli më I lartë për ne të gjithë, sepse morali dhe edukata e tij ishte më e përsosur se I gjithë njerëzimi në përgjithësi. Ashtu siç e lavdëron edhe vetë Allahu në librin e tij fisnik, ku thotë: sepse ti je me të vërtet me moral të lartë. Surja El Kalem 4. Në lidhje me këtë që u tha më lart, dëshmojnë edhe ngjarjet të cilat ndodhen gjatë jetës së Muhamedit a.s. Raste të cilat na rrëfejnë dhe na mësojnë në detaje për moralin e tij të lartë, saqë edhe me fëmijët e vegjël sillej me moral të mirë, luante, rrinte dhe tregonte butësi dhe mëshirë të madhe për ta, për fëmijët. Transmetohet se I dërguari Allahut a.s. hyri në mes të turmës në të cilën luanin fëmijët dhe ju drejtua njërit prej tyre duke I thënë: O Ebu Umeir, çfarë bëri zogu? Ebu Umeir ishte nofka e fëmijës I cili luante me një zog të cilin e quante Nugeir. Pas ngordhjes së Nugeirit, djaloshi u mërzitej mase për zogun e tij të dashur dhe me të cilin kalonte ditët duke luajtur me të. I dërguari Allahut a.s. ju afrua edhe me sjelljen e tij të butë, e përgëdheli fëmijën dhe I tha në mënyrë të qetë: O Ebu Umeir, çfarë bëri zogu? Një beduin erdhi dhe urinoi në një pjesë të xhamisë. Shokët e Muhamedit a.s. u vërsulën dhe deshën ta sulmonin, si shkak I veprimit të cilin beduini donte ta vepronte në xhami. Ndërsa I dërguari Allahut a.s. I ndaloi dhe e la atë beduinin që ta kryej nevojën e tij dhe pastaj urdhëroi që ta merrnin një enë me ujë dhe ta derdhnin në vendin të cilin urinoi më parë beduini. Pas pak I dërguari Allahut a.s. e thiri beduinin edhe I tha: Këto janë xhamia të cilat nuk janë që në to të bëhen vepra të pahishme, por janë për namaz dhe lexim të Kuranit. Këtu vërej moralin e lartë të dërguarit Allahut a.s. Në këtë rast ai nuk e qortoi beduinin për veprimin e bërë dhe nuk urdhëroi që të rrihet apo të dëbohet nga xhamia, por e la të përfundoi kryerjen e nevojës së tij dhe më pas e afroi me butësi dhe përgëdhelje beduinin dhe e mësoi se xhamit nuk janë vende ku kryhet nevoja dhe vepra të tjera të ngjashme, mirëpo ato janë për namaz, dhikr dhe lexim të Kuranit. Erdhi një njeri tek I dërguari Allahut a.s. në muajin e bekuar të Ramazanit edhe I tha: O I dërguari Allahut, jam shkatërruar. I dërguari Allahut a.s. e pyeti: Çfarë të shkatërroi? Tha: Kam bërë marrëdhënie intime me gruan time në Ramazan gjatë kohës kur isha agjërueshëm. I dërguari Allahut a.s. këtë njeri nuk e qortoi, por I tha: A ke mundësi që t'i agjërosh 2 muaj rreshtaz? A I tha: Jo. I tha: A ke ti mundësi që t'i ushqesh 60 të varfër? A I tha: Jo. Atëherë u uli I dërguari Allahut dhe I urdhëroi t'ia afronin një enë me hurma. I dërguari Allahut ja dhuroi atij enën me hurma dhe I tha: Jepi këto sadaka. Njeriu I tha: A ka në mes 2 kodrave të Medinës familje më të nevojshme edhe më të varfër se familja ime, o I dërguar? Atëherë I dërguari Allahut a.s. buzëqeshi sa që ju duken dhëmballët dhe tha: Shko dhe ushqeje familjen tënde me këto hurma. Pra, paraqitja e moralit të lartë nga I dërguari Allahut në këtë transmetim është I qartë, nuk e qortoi e as nuk e ofendoi. Kjo pra ishte prej butësisë dhe urtësisë së tij të lartë, të cilën e posedonte I dërguari Allahut a.s. I dërguari Allahut e vërejti se njeriu erdhi I penduar dhe I friksuar nga ajo të cilën kishte vepruar, dhe si rrjedhoi e kësaj, ai nuk e qortoi e as nuk e kritikoi, por ja sqaroi të vërtetën duke u sjell me të butë. Subhanallah. Sot ne shohim mashtrim, gënjeshtra dhe betim të rrejshëm. Një poet thot: Syri I cili shikon një gjë me admirime dhe pëlqim, në këtë rast ai nuk I sheh mangësitë, po ashtu sikurse syri që shikon me urrëtie, menjëherë I zbulon mangësitë. Allahun e lusim dhe shpresojmë që të gjithë muslimanët I luftojnë këto gjëra
që i refuzon Islami, siç janë gënjeshtra, mashtrimi dhe çdo gjë që është e ngjashme me këto, dhe atë të cilën e ka ndaluar Allahu në Kur'an apo dhe Muhamedi alayhis salam. Amin.